Skënderbeu. Kur lajmërua me anë të lajmtarëve dhe të zbulonjësve për të gjitha, sidomos letras të miqve për mbritjen e dy ushtrive kundra tij, mblodhi në qetësinë më të madhe që mund të bëhej ushtrinë dhe pasi u bë gati u armatos për luftë, po e priste armikun natë e ditë. Dhe kur mori vesh për ardhin dhe hyrjen e Ballabanit në krahim, vendosi t'i dilte përpara dhe të mbaronte punë me të përpara se kapetani tjetër i barbarëve në ushtrinë të bashkohej me Ballabanin. Ai e dëshironte këtë me qëllim që të mos sulmojë në të njëjtën kohë nga të dy ushtrit dhe të dërmohej. Dhe më të vërtetë, sikur mendimi i Ballabanit të kishte dalë me sukses, si mbetet kujt për të dyshuar se çdo t'i kishte ngjarë Skënderbeut, kushdo të kishte mundësi t'i qëndronte një furie dhe mizerie aq të madhe barbarësh, të lëshuar mbi të në të njëjtën kohë. Por Zoti i Madh i plot fuqishëm, që rregullon të gjitha sipas dëshirës dhe vullnetit të vet, dhe që krishtërimin bashkë me vetë Skënderben kishte në kujdes shumë të madh. Nuk lejoi as pak që Skënderbeu, i cili mbronte me aq zell e merak fen e vërtet dhe qëndronte roj e pafjetur, e dërsinte natën e ditë për të. Të rrethohej me turp dhe të thyej e të dërmohej me dhelpëri prej barbarëve. Dhe me të vërtet, Ballabani, i dyti nga kapetanët otomanit, të cilët mori përsipër detyrën për të luftuar Skënderben, sapo u nda nga Tirana. I erdhi u fut me 20.000 kalorës dhe 4.000 kremsorë drejt në Epir, përmes Trakisë dhe Maqedonisë, duke ngulur çadrat në një farë lugine, e cila ndodhet në Vajkal. Skënderbeu, që ndodhej aty pranë i gaditur dhe i armatosur, kur e mori vesh këtë, dërgoi për të parë kampin e Ballabanit 3 nga vrojtonjësit e vet, të cilët dukeshin se ishin të rregjur në këtë turp. Këta, ndërsa duhej që të gjurmonin gjithçka dhe të ktheheshin menjëherë tek ai për t'ia bërë të ditur, shkuan te Ballabani, të shtyrë nga pabesia dhe i zbuluan gjithë planet e Skënderbeut, sepse njëri prej tyre ishte gjak me Ballabanin. Skënderbeu nuk e dinte këtë gjë, duke u premtuar se do të kishin shumë dhurata nga Ballabani. Ai tërhoqi kështu edhe 2 shokët e tjerë. Skënderbeu që po i priste, kur e pa se nuk po ktheheshin, të trembur së më kishin kapur nga armiqë, i hipi menjëherë kalit, si i papërtuar dhe i patrembur, që ishte në çdo punë, dhe doli për të parë vetëm bashkë me 5 ushtarë. Por Ballabani, dinak dhe i rrahur me vaj me utull, duke i ditur Skënderben të varur në punë të luftës, zuri fshehurazi një farë vendi, ku dyshonte se Skënderbeu do të vinte për të parë. Dhe nuk u gabua, se Skënderbeu doli siç e kishte zakon për të parë. Atëherë, kalorësit e Ballabanit, që i kishin ngritur pustin, të zbuluar nga Skënderbegasit, para se ai të arrinte në vendin e pritave, shpërthyen menjëherë dhe e sulmuan, duke i dhënë aratin pas një kundërshtimi të shkurtër. Duke ikur, ai u fut në një farë pylli që i doli përpara, përtej majës së Vajkalit, ku ndeshin në një dru shumë të vjetër, i cili ishte rrëzuar për dhe kishte zënë tërë rrugën. Këtë dru ai, së bashku vetëm me njërin nga ushtarët, e kaloi duke u shpuar kalin sa mundi më tepër me mamuz. Të tjerët u vranë prej armiqve. Nga barbarët vetëm njëri e ndoqi Skënderben, duke ka përcyer trungun me kal. Ai u hodh matan dhe po sillej mbi Skënderben, i cili, kur e pa se e ndiqte nga prapa, i u kthye dhe e vrau. Barbarët e tjerë përkundrazi u kthyen, por Skënderbeu pasi arriti në kamp, i cili ishte vendosur në një vend që quhet Petralb, 15.000 hapa larg armikut, ku kishte 8.000 kalorë dhe 4.000 kremsorë nga më trimat, po armatosej me
po bëhej gati për të nisur kundër armikut. Por më parë, ai u foli ushtarëve me pak fjalë. Unë kujtoj se do të ishte turp dhe e tepërt o bashkëluftëtar të mi, fort të dashur, që do thurnia sot për ju një fjalë të re dhe të gjatë. Se ne na duhet të luftojmë, jo me ndonjë armik të ri dhe kapedan të ri, por me atë armik që është mësuar të mundet dhe të shpartallohet, lehtë prej jush. A nuk është ky, o ushtar, ai Ballabani, kapetani i Otomanit, i aftë, siç e dini, më tepër për shat dhe për pluar, e buqësi sesa për armë dhe për punë të luftës, të cilin ju jo një herë, por shpesh e keni ndërmuar dhe ja keni arritur fitores mbi të me plaçk shumë të madh. Nuk është kjo ushtri armike që keni përpara syve, një mbeturi e kërdisë së mëparshme. Po ato mbeturina po i sjell me vete për ju, kapetan Ballabani, si viktima që u ja ka taksur e u ja ka borxh me qëllim që të mbushni dhe të pasuroni veten dhe shtëpitë tuaja me plaçkën e tyre. Dhe më të vërtet, çdyshim ka për këtë. Në vërtetësi, për ta parashikuar qartë, të gjithë këta barbar që po shikoni tani, me ndihmën e Zotit, do të jenë pas një ore, po thuaj, ja robër tuaj, ja po deshët të vrarë dhe të shuar krejt prej jush. Sepse ne si shpresoj, do t'i mbyllim ata këtu brenda. Pajisores si dhënt në vadh, dhe do t'a vendosim e vëm gjithë kund, rreth e qark në përmale, o drina shtigje ushtarët tanë, me qëllim që të mos mund të dalin qandej. Të gjithë, bashkë me kapitanin e tyre, Ballabanin, ju falen juve sot si kur parë, prandaj ushtarë. Tregoni bura, merrni zemër, merrni flak nga lavdet e të parëve, ndizuni nga zulma e veprave trimërore, qëndroni të fortë si lisat, ndiqni gjurmët, imitoni veprat e tyre, prekni hekurin, kundër barbarëve, armiqve tuaj shekullor, shiloni kuajt, gjeshni shpatat, rëmbeni shigjetat, merrni mburojat, merrni të gjithë masat që vlejnë për betejën e përfitore. Ndiqni armiqt. Ndrydhini, dërmojni të pabesët, shtypini me këmbë, shkatrojni dhe shfarosini krejt sa po u ambathër. Pasi u tha fund këtyre fjalëve, Skënderbeu po i ftonte të gjithë me radhë, një nga një, para tij. Po i takonte secilit, po i lutej fort që të merrte prej tij sidomos ato gjëra që do të përdoreshin për kafshët. Ai u jepte të gjitha me ëmbëlsi dhe pa kursim, kurse ushtarët po hanin sedër me modesti, që të mos merrin asgjë më tepër nga ç'duhej. Ata nuk vonoheshin asnjë grim dhe nuk mbeteshin prapa flamujve. Ata ecnin natë e ditë dhe mezi pushonin aq sa është nevoja natyrore e trupit, duke ngrënë bukën me rëmbim. Ballabani ndodhen pothuaj 15.000 hapa larg qandej, kështu Skënderbeu po afrohej dhe kur arriti pranë luginës ku kishte ngulur çadrat Ballabani, zuri majën dhe kodrinën e luginës dhe pasi nguli atje çadrat, e mbylli dhe rrethoi armikun si me gardh, duke vënë kudo nëpër qafat e maleve, ushtar në formë kurore. Duke drejtuar ushtrinë nëpër vende të larta, ai zuri grykat e ngushta, me qëllim që të mbyllte kalimin dhe ta zinte ushtrinë nga krahët apo nga prapa shpine. Kështu ai ja punoi armikut me të gjitha mënyrat e luftës. Të nesërmen u mbajt një mbledhje për të cilën qenë të pranishëm edhe Tanushtopia, Zahari Gropa dhe Pejko Manueli, kapetan të kampit. Shumica anonin nga mendimi që të shtyej koha e përleshjes, gjersa të çlodhnin ushtrinë e këputur nga udha dhe pagjumësia. Dhe Tanushi të merrte njëkohësisht pak ditë për të njohur armikun. Skënderbeu jo vetëm që përpiqej të mbushte mendjen, por edhe kundërshtonte me tërë fuqinë dhe ngulte këmbë që planin e tij
të cilën shpejtësia e kishte bërë të sigurt të mos e kthenin në rrezik. Në anë të vonuarit, gjersa Jakupi po vonohet si një pirë, pa ditur asgjë për këtë ngjarje. Ushtria e Ballabanit ka mundësi të shkatërrohet me lehtësi. Përkundrazi, po e shtym këtë nesërmin, e do t'u japim atyre kohë që të bashkohen. Dhe do të bëjmë që puna jonë e sigurt të vihet në dyshim, për sa i përket përfundimit të saj. Duhet dhënë me njëherë shenja dhe duhet dalë me njëherë në betejë. Dhe duhet përfituar nga gabimi i armiqve, si atëherë kur mungojnë, si atëherë kur janë të pranishëm. Si shpërndau mbledhjen Skënderbeu, e ndau ushtrinë e vet në katërsh. Njërën pjesë ja dha tani shtëpiat, të dytën Zari i Gropës, të tretën Pejku Manuelit. Këmbësorët i shpërndau dhe i shtiu nëpërmjet kalorësve. Dy fektarët bashkë me shigjetarët dhe disa kalorës i dërgoi përpara për të ndërzuar armikun për luftë. Pjesën tjetër të ushtrisë, bashkë me kardët e vet, e ruajti dhe mbajti për vetë.